ku su përfshiva me se e kisha mendje te Klodi? Hygerta tani e shef që grupi i Hygertës që ndjen të knajtësi kur e përkrakni për balla Albës, ma bën të Albës. Shife Alba grupi me si më mbron mua, ku e keti grupin. Nis del në përpraje me grupi i Hygertës vetëm për vete, pa përfshi Hygertën. Qa bëri Hygerta? Prit po i sulmoj pak? Më fal pak, a ke lidhje shpirtnore ata? Se trahton ndjenjat e tuja ku ke lidhje shpirtnore me ata. Unë trahtoj. Ti trahton vetë vetën? Mua mu sulën. Ti trahton vetë vetën? Jo. Edhe ky më sulmu për diçka. Ai të sulm shumë herë. Nuk trahtova ndjenjën time që kam shfaq për këtë që kam lidhje shpirtnore për këtë. Duhet bëjmë leckun për hir të ndjenjave shpirtërore për një lojë. Dëshmoj veten time që nuk shes ndjenjën time për lekë dhe për famë. Po Hygerta, ti u bëre pak leck. Ti u bëre leck i famës dhe i lekut Hygerta. Ti lidhje shpirtërore shite për lekë dhe për famë Hygerta. U bëre tapet i famës. Unë jam bërë tapet i lidhje shpirtërore. Ti e bërë tapet i famës. Përderi sa shkove shite, lidhje shpirtnore për fame dhe për lekë. Sulmove njerëzi që te që ke lidhje shpirtnore. Dhe për famë shet ndjenjat e tua. E ke përjetu historinë tënde të dashurisë televizor. Herën e parë dhe herën e dytë. Mos tregoj mu famën. Po mos tregoj famën. Që të me thonë televizor, që po ofendon televizorët. Dashnia lind në kushtet të jashtëzakonshme. Je ti Hygerta që lidhje shpirtnore e shite për fame dhe për lekë. Se njerëzve që ju thua që ke lidhje shpirtnore, asnjëherë nuk i shet për fame dhe për lekë, ju avusësh me tik bashkime në mes të miliona shikuesve dhe në mes të banorëve. Ti, se unë s'kam qarë në njerë cepave. Po normalisht do qarë për atë që ndje. Alba nuk ja fus me tik bashkëpine lidhje shpirtnore. Për lekë dhe për famë. Alba jam tapet i ndjesi se ma ka dhe Zoti. Ndjesin më bukur që egziston. Ndjesin që nuk mund ma falin as trilionat e botës. Ti qëfar bëre? Lidhje shpirtnore që fjallat pas ka falë Zoti kundrejt atyre të treve, e shite për fame dhe për lekë. Ti e për Hygerta tapeti famës edhe i lekut, Alba ja bo tapeti asaj që më ka falë Zoti, ndjesis reale shpirtnore. Edhe jam krenare për vetën time, që nuk e shes lidhje shpirtnore për lekë dhe për famë. Me të shkel me këm. Është nderi madh. Ça chauffe. Ça chauffe. C'est bien. Ça fait plaisir. À moi aussi. Oui, ça chauffe la situation. Ouais. Alors, c'est bien? Oui, c'est très bien. Se shiti shoqnim për lekë dhe për famë. Po, gjithë e shesim për lekë për famë, vetëm ti e realja këtu. Shitët djesit e juja për lekë dhe për famë, ti edhe Loni. E ke lujtë që ditën e parë, edhe Loni ka shit djesit e veta për lekë dhe për famë dhe për opinion. Vazhdon ta luash. Hygerta dhe Loni kanë shit djesit e tyre reale shpirtnore, qoftë për shoqni ose qoftë për motërlët, për lekë dhe për famë. Jeni bërë Hygerta dhe Loni tapeti leku dhe famës. Tapet me ngjyra apo kështu persian, si janë ato? O, me ngjyra pa ngjyra nuk ka lidhje fare. Pesha e gabimit që keni bërë, që shitët djesin tuaja, trahtuat vetveten tuaj për lekë dhe për famë, Hygerta dhe Loni. Ose në këto, oborret mbretërore. Hygerta dhe Loni keni trahtu vetveten tuaj. Keni shit djesit e juja për lekë dhe për famë. Alba ja bërë tapeti ndjesi Zotit. Ju jeni bërë tapeti sistemeve njerëzve për lekë dhe për famë. Shitët djesit e juja. Me njoni tjetri nuk përjetoj Kjo është gabimet e gjërave që boni. Boni protagoniza me ndjesi dhe pastaj keq përdorni ndjesin për protagonizëm pra për lekë dhe për famë. Bol me këto lojrat. Tapet, unë jam bërë tapeti
tapeti Zotit, i ndjesi Zotit, ti Gerta dhe Loni jeni bërë tapeti sistemit njerëzve dhe famës. Tapet 2 lekësh. E lan 2 herë dhe duhet a edhësh poshtë. Tapeti ndjesi Zotit nuk është 2 lekësh. Nuk matet me lekë. Tapeti ndjesis të sistemit njerëzve që e bërë ty Gerta dhe Loni, jeni tapeti 200.000 euro, shi që kur s'keni për ta marë. Je që sharake. Vetëm shpresës tuaj për ta fituar. Nuk mund të fitoj Big Brother i një njëri që shet ndjesi shpirtnore për lekë dhe për famë. Jote që e shkule me recka bijan e pastaj përqafoje, po na lera ati Jo, me nuk e ka ndjesit e përqafu në asnjë tua. moment. Iko njeriu më fake që ekziston. Bia nuk e ka përqafu në asnjë moment, vetë Bia. Ta që më thuaj mu që janë tapet, i ndjesi Zotit, Gerta dhe Loni janë tapet i lekut famës, se shitën ndjesi shpirtnore dhe shoqnin për lek dhe për famë. Alba kur kam shoqni reale, e mbroj shoqnin, pa marrë parasysh lekut edhe famës edhe konkurencës. Dhe Alba kur kam ndjesi shpirtnore, bëjmë tapeti ndjesi shpirtnore. Dhe jo i famës dhe lekut që t'ja pus me thik bas shpine, për famë edhe për lek. Ku ke arë për famë e për lek ti, jo. Po ka marrë, ama Alba për lek edhe për famë, nuk jam pus me thik bas shpine limi, ashtu si që putë ti me thik bas shpine, Klodit, Lonit edhe Lionës. Jo, ti e reale, ti se shet për famë e për lek. Fare, dhe kur s'ka për ta shit djesim për limi dhe limit, për lek edhe për famë. Kjo është Alba Pëllojgjani. Dhe Alba nuk i kam thënë këtu dikuj që t'kam shoqe ose motër, që pastaj t'ja fus me thik bas shpine si shbërë ti Gerta, me Klodin, me Lionën edhe me Londrimin. Faleminderit për logjikën që po përdor, se edhe Londrimi njëta, shok edhe fut me thik bas shpine. Po, ke drejt. Gerta dhe Loni keni shit ndjesit e juja që ju a ka falë Zoti për leke dhe për famë, jeni bërë tapeti leku dhe famës. Ti e bërë tapeti ndjesi shpirtërore. Me qatë këtyre do dini ju për jashta, kur ndjesit duaj shpirtërore shisti për leke dhe për famë. Se je famshme. S'ke nevoj për famë, ti këtu ke ardhur për treguar njeriun që je. Alba se ka marrë për leke dhe për famë, Alba kur nuk e shes ndjesim për limi që kam të linja vetë me shpirtore që kam të shpi, është për limin, dhe kur s'kam për t'ja fut me thik bas shpine limi, ashtu si shboni ju me ndjesit e juja që ja pusi me thik bas shpine njëri tjetrit. Shok, fut me thik bas shpine, lidhje shpirtnore, fut me thik bas shpine, ju jeni bërë tapeti famës edhe i lekut. Alba të pak të kam një faqe që kujt i them kam lidhje shpirtnore, nuk e shes për leke dhe për famë. Ke shumë faqe. Peshku kuq. Peshku. Qa peshku që janë, o zë. E pas taj unë gjellë hatri. Kërë të them që si jeni inteligent. Qesë unë ndjesin time që ma ka falë Zoti për leke dhe për famë. Kam nevoj për famë. Për lek po, kam nevoj. Alba kam nevoj edhe për leke dhe për famë, ama Alba jam ashe fort, sa që lidhje shpirtnore ma thjeri, nuk e shes për leke dhe për famë. E mbyll gojën edhe mbrojt para gjithë njerëzve edhe kur është gabim. Jo si ty Gerta, që ku t'erdi momentin prime, e shite edhe Klodin, edhe Lionën, edhe Londrimin, shite ndjesit e tuja shpirtnore për leke dhe për famë. Kurse ty këto shitjet e historive të dashurisë bëjnë famshme, se s'ke asin vlerë tjetër. Po, pak të diçka me vlera bëjnë famshme. Pak të në bënë diçka me vlerë të famshme. Nuk më bënë mua me vlerë, që a fus me thik bashkëmine, lidhje shpirtnore si që bërë tjetë. Se s'ke asin vlerë tjetër. Vetëm të shesë të historive të dashurisë televizore. Alba pak të bëjnë famën me realitet, jo me thik bashkëmine aty ku ke lidhje shpirtnore. Kjo është fama jote. Ore, kjo është e çuditshme. Kjo ma bën mua që Alba s'pas ka nevoj për famë për lek, prandaj erdhi. Jo i thash, Alba kam nevoj për famë për lek, e erdha këtu për famë për lek, ama jam aq e fortë sa që lidhjen time shpirtnore nuk e shes për famë edhe për lek. Ajo e shiti, Hygerta dhe Loni, dëgjoni, Hygerta, Ludo, dëgjo pak. Hygerta dhe Loni janë bërë tapeti famës dhe lekut, se zgjonë të shesin djesin e tyre shpirtnore, qoftë shoqërore ose qoftë motërlëku, për çfarë? Për lek
për famë, për konkurencë. Une nuk e shes, une mbroj edhe kur është gabim para gjithë botës. Kjo është fuqia, që të tregosh forcën e vetes, që mos biesh prej sistemit dhe të shesësh lidhje shpirtnore për këtë vuj njerëzit tani, që mos me ta shit njeriu ndjesi shpirtnore për ty, për lekë dhe për famë. Se na ka ardhur jo maj undës, po na ka ardhur maj kokës. Gjithë njerëzve e për jashta, që na e fusin gjithë njerëz me thik bas shpine për çfarë? Për interesa diku tjetër, për lek, për objekte, për vila, edhe Hygerta Meloni këtë po dëshmon. Shok, lidhje shpirtnore, prandaj u mbroj, u ngushtu situata për finale për lek. Paf me thik bas shpine njëri tjetrit, edhe Hygerta Meloni, mu më thënë je bo tapeti limin, unë pak të mbëhem tapeti ndjesis time shpirtnore, jo i leku ti famës. Me full realitetin, kush ja ka ngull me thik i pari mas shpine? I pari nuk e di. Loni a ka njës. Ama Loni a ka thënë që unë me Hygerta kam lidhje shpirtnore? Jo, Hygerta ka thënë, unë me Loni, me Klodi, me Lionën kam lidhje shpirtnore dhe i mbroj. Tani ti kur ke lidhje shpirtnore më i vajs. Ta fu dikush thik mas shpine, edhe vesh pëse po afrut finale apo gjuhët, qësh me reagu? A i dëshmon vetë vetën. Ama une, kur them Alba që kam një lidhje shpirtnore, është niveli më i lartë i konektimit me njeriun. Prandaj mos e përdora atë fjalë. Po, normal. Se realisht ajo nuk ka lidhje shpirtnore. Po, me një loj nuk përdorët. Ajo se jena me një loj edhe nuk mundesh me se din asnjëherë si vjen situata. Apo kur ta thik mas shpine, kjo mos më reagu. Ajo të reagoj po, ama para prakish mos ty që ke lidhje shpirtnore. Aty po. Unë nuk mund të them Benita që unë me Benitën kam lidhje. Unë thash me Benitën na eci energjia, ama jo lidhje shpirtnore. Se unë Benita në momentin që ta marr para gjithë televizionit peshën e fjalës lidhje shpirtnore, po ta kisha thënë, unë Alba kam lidhje shpirtnore me Benitën, ti qa do që në bëje mu, unë nuk mund të ta ktheja. Pse? Sepse unë kam marrë përgjithsin që unë kam lidhje shpirtnore me ty. Dhe lidhja shpirtnore është mbi lekun dhe mbi famën dhe mbi konkurencën dhe mbi jetën. Këta, Hygerta e ke parti se sa gjelozë është bërë. Kur Hygerta kishte debate qof me ty ose qof me mu dhe këta të tre i futeshin mes për ta mbrojt, ajo shife një grupin tim. Unë që ta e buana, ti ke pas lidhje se pe mohan, thash për drisa ti kur je kap. Lidhje interesi ka pas. Se ka ndje vetën të sigur që 3 veta të rinj po e mbrojnë atë. Ajo ka dash bëjë klapën e vetë të tit ajo komandantja. E ka pa që në përpraj me Hygerta nuk del me treshin, po dalin vetëm treshi, jo Hygerta dhe madje je ti ajo që ke dal me ata, jo Hygerta edhe pse ka qëndru pran, Hygerta si vjeni natë, e tha në prajm, Albën e shof femër më të fort, o Aladin, Albën e lendi nga 3-4 orë, më leni mua dhe kur Hygerta foli, për qaj foli, debatoj me Loni për sponsorët e flokëve. Po, për inorin. E kupton ti? Qa niveli? Pse Hygerta nuk e ka aftësin ti thot në prajm, ej, bolë se kjo është debati ullët për sponsorët e flokëve, ta ndryshojmë rrjedhën, të flasim për argumente reale. Ajo vun dalë në prajm, ka të drejtën e vetë, se ne kena artë për televizion e për prajm. A më mos na shiten në ajo, lidhje shpirtnore me këtë, put me thik bas shpina atyre që ka lidhje shpirtnore. Edhe i disi thash, jetë rathare e vetë vetës në këtë rast. A ka thonë Hygi që ka lidhje shpirtnore? Po, kam thonë, ma ata të tre këtu ishte të divani, i thalonit. Unë tha me ju, me këta të tre, kam lidhje shpirtnore, pra ndaj unë i kam brët këta. Qa ka bëjo këtu? Me të tjerët i ka sulmu edhe kur ata kam pas gabim, i ka qëjtë tjerë gabim, edhe kur tjerët kam pas të drejt, okej, këtu është tregu e drejt selektive, e pa drejt. E dyta, ka thënë kam lidhje shpirtnore ata dhe i mbroj ata me që kam lidhje shpirtnore, dhe e treta, kur unë ngushtu situata për finale, bam ju a futi me thik bas shpina, ajo shtratare e vetë vetës. Ama sot në ora 5 do t'jetë aji... Ti mos bëk ta para lajmërime në ora 5, vetëm dje rrjetë shëmësit vje gjëra. Edhe Loni e ka bërt njëjtën. Loni, ata që ka shëqni me Klodin edhe me Elionën? Ja, që ta shku. Falim pak. Loni, i shtoj tezat e Ludos tani. Loni, ata që ka ndjesi për Klodin, shoqnore për Klodin dhe Elionën, shoqni reale? A jemi në njërës që për shoqnin e reale bëjmë çdo gjë dhe nuk e shesim për lekë dhe për famë? Po. Qa shembulli jep Lonin këtë rast që shoqnia e vërteti shitet për lekë dhe për famë? Bravo. Amo, mire ka dhe Alba, nuk bën me përmen loj lidhje shpirtnore. Shoqni, motorlëk edhe lidhje shpirtnore, po. Tani do të me respektu qatë fjallë. Qashtu. Tani, unë me limin e mbaj peshën time, qa do që të bëj limi që t'jetë gabim, unë e mbroj limi se unë kam thënë, unë kam lidhje shpirtnore me ata. Një njeri që kam lidhje shpirtnore nuk e shes për lekë dhe për famë, se lidhja shpirtnore është mbi çdo gjë që ekziston këtë botë. Ku është shefti të Hygi gabimin më të madhin? Te Hygi,
trastare vetvete, së ndjenja vetveta. E madha për më ardhë. Ose ka përdor për protagonizëm lidhje shpirtnore, për të mbajt në lojë deri në finale, momentit që ka pa që Treshi nuk ja ka varë Hygit, po për kundrazi kanë qënë 4-she, Eliona, Benita, Klodi, Londrimi, unë i shoh 4-she, jo 3-she. Unë se di pse ju a kemi nxjerrë Treshi, këta janë 4-she realisht. Dhe është edhe Benita që i rregullon ata. Kjo vjen merr informata për neve dhe jo tregon anena. Atyre, e di pse? Hygi ka mendu se duke u bërë mirë me ata do e mbrojnë gjithmonë Hygi si e ka mbrojtë fillim. Hygi ka pa që mbrojnë s'del me ata. Edhe aty ka njës gjelozia dhe inati. Edhe me na sulmune. Edhe une kam parë buzëqeshin e Hygit fytyr, kur ata të tre dilin mes meje mes Hygit, edhe Hygi, he Alba, e shef qarë do thot grupi. Kur ata e harrun, u fik gjdo gjë. Ju angulli ajo me thik mbas shpine. Tani, si ka mundësi, një njëri si Hygi, që ju kanë det afër momentet e tyre më të mira dhe më të dopta, t'ju a përdor ata informata. Une, në rrasë kam qënë me Benitën momentet dopta, unë nuk mund të shfrytëzoj informacionin e Benitës kur dalim kontra me Benitën. Sepse ne keni pas një komunikim kur kena qënë mirë njëra me tjetrën dhe kur kena qënë situatat vështira dhe ja kemi besu njëra tjetrës. Nuk mundem unë atë informacion që ma ka dhënë Benita kur kena qënë keq edhe në kran njëra tjetrës ta përdor për loj. Se kanë qënë emocionet pastra njërzilëku aty dhe nuk përdoren për loj. Kjo tani qërë ka bojë Gerta, ju ka qëndru gjithë kohës afër Treshit, kam lidhje shpirtnore me ata, ka marrë informacionet dhe tani ju thot, kam unë informacionet për ata, do i sulmoj. Ajo është treku bespreme, ajo është tregu trastare, ajo është tregu trastare vetës vetë, ajo ka degeneru karakterin e vetë. Pse? Se i qëndron afër njerëzve fjala ka lidhje shpirtnore për t'i sulmu në të armen. Gulje me thik bashkëpine me paramendim. Me paramendim është akoma më e rëndë se momentale. Ke i parë ma shumë momentale. Qa është? Ajo paramendim. Trastia me paramendim është kulminacion, është më keq se thjesht trastia i momentit i tensionit. Ajo po e bon me paramendim. Këtu dëshmohet që ajo realisht ka pas lidhje shpirtnore me ata. Ose rase e peshon. Sensi s'bën. Sensi, bravo, sensi. Asi loj sensi. As energjia s'kur sen. Jo. As energjia s'kur. Tani, ti rish afër një njeriu dhe thua që 2 muaj të kam mbrojtur se lidhje shpirtnore. Dhe loja, si fe ku ndryshon. Lidhja shpirtërore e sakta, më e vërteta, është që kjo që ka investu me mishe me shpirt të Klodi. Kjo është lidhja që kjo e ka bo. Nërsa Klodi nuk e ka bo këtë gjo. Nuk po ja pranon më, a e ka kupta, nuk pranon investimin e tjetrit. Kjo është gabim. Amo limi u dashtë kjo më hik.